Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 28 qershor 2025. Dashi. Ndonjëherë do të ndjeni sikur nuk keni mbështetjen e njerëzve përreth jush. Në dashuri, mos insistoni tek ata që nuk ju duan. Demi. Në dashuri mund të ketë pasur disa kontraste ose distancë gjatë javëve të fundit. Keqkuptimet që duhen eliminuar. Binjaket. Dita e plot të tensioneve në një nivel emocional. Për fat të mirë ju keni një situatë të përkohshme të sëmundjes. Gaforja. Ka diçka më shumë se në muajt e kaluar. Në dashuri do të jeni të disponueshëm, do të tregoni atë që ndjenini në vërtet. Luani. Koha më e mirë për pak nga gjithçka, sot yjet janë në anën tuaj. Ditë e rëndësishme për t'u afruar me ata që ju pëlqejnë, por veproni me shumë takt. Virgjeresha. Ju jeni të lirë nga kaq shumë tensione. Nëse keni ngjarje të papritura, mos u shqetësoni. Me virtytet tuaja të mëdha të organizimit praktik, do t'ia dilni gjithmonë shumë mirë dhe pa e lodhur veten shumë. Peshorja. Problem janë shpenzimet që kanë të bëjnë me shtëpinë. Ju dëshironi të bëni shumë, por e lini veten të shkojnë në një apati të çuditshme. Vëmendje për detaje. Akrepi. Ka nga ata që kërkojnë një shtëpi, duan të ndryshojnë mjedisin e tyre ose duhet ta bëjnë këtë, nevojat e tyre personale apo familjare po ndryshojnë. Këtë mbrëmje mund të lindë një tension i vogël. Shigjetari. Ditë me disa shqetësime të vogla që vinë, por asgjë serioze në asnjë rast. Në dashuri, kushtojini vëmendje diskutimeve që duhet të shmangen absolutisht. Britsjapi. Ditë interesante, duket se sot ka një dritë të mirë. Nëse ka pasur një ndarje, kthehuni në lojë. Ujori. Kujdes nëse historia juaj është në krizë. Ju duhet të bëni paqe me një njeri. Peshqit. Dita duhet të merret me pak krijt, sepse mund të ndjeni një trazir të fortë të brendshme. Trupi është testuar, ju po kërkoni ditë që t'ju ndihmojë, nuk mund të bëni gjithçka vetëm. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.